Grupi parlamentar i Levicës ka dorëzuar kallëzim penal kundër kryeministit Kristian Mickoski për veprën penale, pengim të drejtësisë lidhur me tragjedinë në Koçan. Nga Levica thonë se pavarësisht mangësisë në punën e prokurorit publik të Republikës Ojlub Çokosevski, siç është konstatuar nga qeveria, ata kanë pezulluar procedurën për shkarkimin e tij me qëllim të sigurohet një hetim selektiv. Gjithsesi, aludojnë në faktin se 7 zyrtar nga radhët e VMRO-TPMN-s, të cilët, siç thanë ata, janë kursyer nga ndjekja penale. Apasje propozon që kryeministri Mickoski të merret në pyetje nga prokuroria publike. Protiv premierët Kristian Mickoski. Bëhet fjalë për kreunin e departamentit për punë të brendshme të Koçanit, kreunin e departamentit punëve penale në Koçani, kreunin e sektorit për punë të brendshme të Shqipit, inspektorin kryesor për krime ekonomike në departamentin e punëve të brendshme të Koçanit, udhëheqësin e turnit në stacionin policor të Koçanit, pronar në agjencisë private të sigurisë dhe drejtorin e inspektoratit shtetëror të tregut, Vlatko Stojkovski. Ndërkaq, kryeministri Kristian Mickoski tha se nëse organet e drejtësisë vlerësojnë se ka shkelur ligjin, ai është shprehur i gatshëm të dëshmojë të vërtetën. Unë i thëras organet prokurorinë që të prononcohen lidhur me këtë pati penale dhe nëse ekziston vepër e tillë penale, menjëherë të veprojnë për të njëjtën. Unë jam këtu, nuk fshihem, nuk iki, lirisht nëse vlerësojnë se me të vërtetë kam thyer ligjin, unë jam i gatshëm me vetdije dhe ndërgjegje të pastër të përgjigjem para qytetarëve. Këtë e kam thënë prej ditës së parë, mos të presin 1 minutë. Megjithatë, partia e Majta njoftoi se do të vazhdojnë të ndjekin procedurën dhe do të këmbgulin për llogaridhënie dhe një hetim të plotë të rastit të Koçanit.